Lucy Payne, Lily Allen dhe Wiz Khalifa kthehemi në live from Tirana me një të ftuar e prezantuam pak minuta më vonë. Mirë se vjen në studio. Pak minuta më parë do të thoya. U orientova tani. Po mirë, kanë filluar komentet, kanë filluar mesazhet në numrat tonë privat, sepse ka ardhur një person pikërisht që ka lidhje shumë me temën e sotme, të famshëm, por jo nga televizioni. Tashmë të famshëm nga Facebooku. Dhe po themi emrin e faqes se ti ke Gridi, po kam përshtypjen se nuk thot njëri që nuk e kam parë ose nuk e kam lexuar, nga njerëzit që dëgjojnë radio dhe na ndjekin, është ta themi motivational në shqip. Për njerëzit e pa motivuar. Gridi Koni, student, ka mbaruar studime për menaxhim biznesi, i 23 vjeç. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Si gjithë ato piratët e internetit, është njëri i qetë, njëri pa. Pra atje janë ato njerëzit aktiv, të cilët në këtë mëngjes janë jo pak, por janë gati 7100 e sa. Okej? Ndërkohë që ti sot mëngjes nuk është se ke botuar gjë. Jo, mëngjesi është për herë i vakët. Është i vakët, po ndërkohë darka që shpërthen. E Gridi do të thuash si të duk Facebooku në fillim fare, domethënë ti sa vjeç ishe kur ishe unë kur hapa Facebookun isha 18 vjeç, 2007. Si të duk Facebooku në fillim kur e hape? Çfarë mendove për këtë new media? Në përgjithësi Facebooku në fillim nuk ka pas shumë shqiptarë, pak në 2007 ka qenë shumë i varfër në shqiptarë. Po kryesisht kisha vetëm miq të huaj në Facebook. Pastaj më vonë, sidomos nga 2009 pati një boom në Shqipëri. E kuptoj. Si ti ndi ideja? Për këtë faqe. Këtë faqe tashin janë shumë faqe nëpër botë që quhen demotivational në italisht ose në anglisht. Demotivational janë një tip posterash që janë ironi e posterave motivues. E kuptoj. Që posterat motivues janë nëpër zyra, nëpër shkolla, në ambiente ushtarake për shembull. Edhe këto janë ironi e këtyre posterave. Edhe unë krijova disa postera dhe fillova ti postoj në faqen time personale, pash që patën sukses, edhe mendova të hap dhe një faqe të tillë. Edhe faqja pati sukses, 30.000. Po. 30.000 persona që të ndjekin. Demotivational në shqip nuk është për të gjithë, thot njoftimi yt në Facebook. Konsultoni me mjekun. Priftin, hoxhën ose Kreshnik Spahiun për të kuptuar nëse demotivational në shqip është faqja e duhur për ju. Okay. Nëse e njihni Gridin dhe e shihni nga afër, kuptoni që është shumë i qetë, shumë i hestur, nuk të merr mendja as pak që mund të kesh aq humor, aq ironi që është në të njëjtën kohë dhe më shumë duket si ato muzikantët që bëjnë këtë muzikën e re në Top Fest apo jo. Me ato look ardhur atë. Mirë. Gridi ne do të bën pa mundur të zbërthejmë diçka nga ty, shikoj që je shumë i heshtur. Edhe do më thuash pak që ke pasur një herë frikë nga komentet e këqija në Facebook, sa i shfaqur je, sa në fillim isha goxha i ndjeshëm, pastaj kuptova maninë e shqiptarëve që në internet bëjnë për herë të fortin. Po gjithsesi, edhe në për vende të tjera të botës ndodh që në internet bëjnë të fortin, po është shumë e madhe bota, ndërkohë që Shqipëria është shumë e vogël edhe mbas gjithë mëson se kush është pas atij emri. Mëson kush është shef në lokal edhe si është mirë. E kuptoj. Ti ke bërë, domethënë për gjithë ata të cilët kanë ndjekur faqen tënde, ta themi edhe një herë demotivational. Demotivational në shqip. Ke bërë një kod, që është kodi i naçove, që është në gjuhën në jargon, janë djemt, dhe kodi i Jonidave. Do të thënë, Onida është një aplikante për pjeshke, për hershme. Një mirë gjuhën angleze, me shkrim dhe me gojë, dhe nga ana tjetër është mjaft e bukur. Okej, atëherë si të erdhi ideja? Atëherë ideja si fillim ka ardhur për kodin e nachove, nga duke bërë paksa lojë me humor edhe me të fortët, me ata të cilët duan të kenë një edhe të shprehin virilitet që ndonjëherë mungon. Nëse të rastis për shembull ndonjëherë dalësh në orare 6 pas dite, shef në rrugë për herë djem që ecin 5 ose 6 veta në rrugë. Do të mjafton të dëgjosh një herë muhabetet edhe futesh në psikologjinë e tyre edhe. Dhe gjatë muhabetit të hanë dhe fare, Po. Okej. Po, sa shumë. Okej, atëherë, një naçu i vërtet thuhet në website në atë adresën tënde në Facebook. E pret semaforin, e respekton semaforin vetëm kur është me plakën, vetëm kur është normal. Ka nga ato që nuk mund t'i lexojmë, domethënë duhet të zgjedhim. Okej. Edhe një herë, po, kjo lexohet. Një naçu, pra një djalë kur qesht, duhet ta shoqërojë me përplasje duarsh dhe të sigurohet që tër lokali po e dëgjon. Okej, ku ka shkuar mendja për këto? Po mjafton të jesh në lokal një herë edhe dëgjon që ngrihet zëri,
nga i tavolin gjitur edhe isha që përplasë në duar të lurasin. Dhe pas përplasjes së duarve shoqërohet me rretullim koke, që më pana po jo. Një Nacho, nuk vesh kur veshje me ngjyrë të kuqe, vetëm nëse janë tuta. Okej. Një Nacho, kur e fjalën për Calceto, duhet ta mbaj deri në fund, edhe nëse e dashura i ofron dashuria apo marrëdhënie intime. Mirë. Është mëngjes të njerëzit po nisin edhe për në shkollë. Atëherë Grida më thuash pak, a fitohet para nga kjo rrugë, nga kjo gjithë kjo ti i famshëm në internet? Jo, nuk fitohet para. Nuk fitohet para, apo jo? Ti ke menduar të hapësh një website, ndoshta aty do ta kesh më të lehtë? Edhe nëse hap një website, është pothuajse pamundur që të ketë të sukses që ka tani, sepse kjo faqe ka sukses nga njerëzit që postojnë, jo vetëm nga postimet e mia si admin, po janë dhe shumë njerëz që janë anonim, gjysmë anonim, që postojnë material, po që në një website do ishin pamundur që të postonin. E kuptoj. Ti ke bërë mjaft ironi edhe me politikanë, personazhe të njohur, me ngjarje. Me ngjarje, me momente të fundit apo edhe me ngjarje të nxehta të kronikës apo të politikës. Sa mendon se i drejt në ato që komenton? Mendon se e drejta është gjithmonë nga ana jote? Mundohem që të jemi drejt, po është e vështirë se gjithë cili ka bindje politike edhe shumë e vështirë të jesh i drejtë. Çfarë ndodh për shembull kur ti komenton me humor kahun e majt, mërzitet të majtët dhe gëzohen të djathtë dhe anasjelltas? Po, për herë kjo ndodh për herë. Domethënë ti në shumë komente i referuar edhe figurave të shkuara, për shembull me Enver Hoxhën i ke vënë batuta në gojë nga më të ndryshmet. Ti e njeh mirë atë kohë, i vogël. Ku e di? Çfarë ka ndodhur? Ne mundohemi që mos t'i tregojmë gjërat ashtu siç kanë qenë. Mundohemi t'i japim një humor, një ironi që edhe njerëzit të jenë më të hapur, që mos jenë tabu këto tema për Shqipërinë, të diskutohet politik në tavolinë. Nëse të kujtohet, cili ka qenë postimi që sipas teje ka pasur më shumë impakt? Për cilin është reaguar më shumë? Në përgjithësi postimet me karakter fetar, me karakter sporti, këto kanë tepër sukses. Si pozitivisht e negativ. Mjafton të thuash for familjen ose Inter edhe do të jenë kundërshtarët, të cilët më njëherë bëhen të gjallë. Ato që bëjnë lajk janë tifozë ose të tjerat. E ndërkohë nga ana tjetër do të pyes, a ke shfrytzuar ndonjëherë faqen tënde për ndonjë sensibilizim, për ndonjë person në nevojë, për të promovuar diçka, nuk e di, ndoshta janë dje për shumë është dashur që faqen time, kam një faqe modeste në Facebook, është dashur të provoj një festival të breakdance. Ishin disa të rinj mjaft të talentuar, mësohen linkun në YouTube, edhe mu deshti ti ndihmoj. Unë bëra nuk bëra ndonjë ndihmë të madhe, thjesht postova datën e koncertit dhe vendin ku zhvillohet tu në Tiranë. Po desha të pyes, a ke bërë ndonjëherë këtë gjëra, më thënë, a mendon se ja vlen? Kanë qenë gjëra shumë vogla, po gjithsesi un kam adresën e emailit që është zyrtare, edhe nëse një kërkesë vjen aty, unë jam i hapur ndaj çdo lloj mundësie. Po në momentin që njerëzit nuk dinë si ta kërkojnë atë nder ose e kuptoj patjetër në mënyrë se si afrohen. Në mënyrë se si afrohen. Duhet të zgjedhin dhe fjalët, sepse nëse nuk i zgjedhin bëhet link the motivation. Dëgjoj, Gridi do të pyesë për diçka tjetër. Të dashur të prezantohesh ndonjëherë, thua shumë jam Gridi që kam atë faqen ose të kam prezantuar miq. Më kam prezantuar miq. Që thënë po edhe pun bastesh tipit që shkon do t'i prezantohesh që un jam admini. Edhe disa herë ka ndodhur. Ka ndodhur edhe kjo, sepse domethënë në brezin tënd më shumë i famshëm, mendon se nuk ka mosh vizitorë të faqes tënde. Kryesisht brezim dhe pak më të vegjël ose më të rritur tani. Brezim është. Edhe Tirana kryesisht, jo rrethet e tjera. Aha, e kuptoj, sepse normalisht i edhe batutat edhe humorin e mbështet le të themi në folkun e zonës këtu në mënyrën e sjelljes shumë lokale si thua. E kuptoj. Faqja që Gridi drejton dhe është hapur e para është Demotivational në shqip. Ndërkohë ka edhe një faqe tjetër që nuk ka lidhje me këtë, kështu që jemi të qartë, nuk është Gridi, janë njerëz që kanë pasur të ndodh kjo. Ka parë shumë ligje që merren nga ty edhe le të themi që faqja jon ka gjithë krijuesit e humorit, në thonjza, që çakullon internet për momentin. Do të thënë ti e nisur komentosh me humor dhe si thua keni njohur të ngjashmit dhe kanë filluar të tjera që kanë humor dhe punojnë me Photoshopin, duke ndryshuar, duke bërë fani, duke bërë të lezetshme fotot, afrohen dhe ti sugjerojnë këto foto. Do të thënë sa bashkëpunëtor ke.
janë shumë, janë me 10 bashkëpunëtor, po. Kaq të vlefshëm janë, do të thënë, nëse ty do duhet largohesh ose nuk ke më kohë të merresh. Do ja besoj dikujt. Po, ja kam besuar. Kam qenë edhe 2 muaj i shkëputur nga interneti, gjatë verës, edhe ka pas njerëz që janë marrë me besim plot. E kuptoj. Ka ndonjë VIP, ndonjë personazh të njohur që është mërzitur nga komentet, ka ndonjë politikan që ka reaguar? Politikan nuk besoj se politikanët normalisht janë shumë kujdesshëm, edhe janë mësuar me këto gjëra nga Portokallia ose nga emisionet ndryshme. Po janë këto VIP-at këngëtarës, mund të mërziten. E kuptoj. Mirë, do të kuptoj shumë mirë madje. Po më ka një dak, kështu është edhe ju të Big Brotherit. Ne. Ju mërziteni shumë. Po me emisione televizive e marr me këto komentet thjesht me ngjarje politike dhe me e kuptoj. Mendon se i famshëm një lloj sapo të dilje në televizion? Ku ndryshon fama me disë një medjave, pra që janë Twitter, Facebook, to rrjete sociale, asociale që janë krasta, por nga ana tjetër është edhe televizioni, radio, gazetat. Po, mendoj se janë gjëra shumë të ndryshme. Unë në Facebook nuk njifem, jam gjysëm anonim. Kështu që s'ka të bëj fare. Vetëm dora jote, ligjet që poston. Dora dhe mendja që është më e rëndësishme. Po gocave i dukesh më tërheqës se gjithmonë djem me humor kanë një lloj tërheqje, një lloj fashino, një lloj. Unë përgjithësi nuk jam tip që dua të bin sy në tavolinë ose në ambiente shoqërore, po fakti që kam këtë faqe më ndihmon gjithsesi. Do ndihmon, është vërtet kjo. Dëgjoni vazhdim. Si sa do të tjetër, koordinator është më fare. Një nacho duhet të qetet çdo 2 javë. Të vitet flokët shkurt. Që t'jetë nacho tamam, me plot gojën. Skedina e nachuve digjet për herë ka një ndeshje. Një ndeshje e prish mund. Ka gjitha marbor, vetëm njëna ndonjë. Një nacho e ka gjithmonë një foto me Pitbull në Facebook. Okej, një nacho kur del me një vajzë duhet i ketë tutat e lara. Okej. Sa që del nacho me një djalë që ras shokot, pra që del me vajzën, që del me një vajzë. Po ka dhe nacho që dalin me djem ka përshtypje. Okej, një nacho i hap të 2 qeset e sheqerit dhe i hedh deri në gjysmë se pi me një sheqer kafe. Okej, shumë bukur. Ndërkohë ne duhet ta mbyllim tani. Okej. Këtë edhe diçka të fundit. Ke menduar ndonjëherë të hapësh në faqen tënde vend për reklam, do të thonë që të fitosh diçka? Të njëjtën pyetje të bëj atë. Jo, s'kam menduar sepse kam përshtypjen që kjo gjë do shkatronte faqen. Njerëzit vinë aty se duan të shohin diçka ndryshe, jo të spamohen nga reklamat. Po ndoshta një formë publiciteti duhet ishte e përdorur në mënyrë ironike, jo negative. Atë e kam bërë. Jo negative, por që gjithsesi është reklam. Po atë e kam bërë, po për favorit vogla, jo për fitime monetare. Mund ta mendosh edhe për Gridi Koni, faleminderit shumë, turoj që të gjesh sa më shpejt realizime në profesionin tënd që ke studiuar, menaxhim biznesi. Faleminderit që jeni në Top Albania Radio. Ishit me Gridi Koni, 23 vjeç, Demotivation në Shqip është faqja që ai drejton që po ka sukses shumë të madh në Dhe e zbuluan kush është ky djalë me kaq humor. 1 në 4 friends, 1 në 3 orë poston një link nga Demotivation në Shqip.